Cigaret elektronike që po përdoren masivisht prej njerëzve, veçmas prej të rinjeve, sipas shumë studimeve janë jashtëzakonisht shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Nikotina e lëngshme që përthithet krijon varfëri të shpejtë, duke ngadalësuar kështopunën e trurit edhe duke dëmtuar sistemin nervor qendror. Nga këto cigare nuk përthithet vetëm avull, ashtu siç mendohet, por përthithet një numër i madh i metaleve që gjenden brenda këtij avulli, metale të cilat kur depërtojnë në organizëm shkaktojnë jashtëzakonisht shumë dëme. Por e keqja më e madhe nga këto cigare vjen edhe prej metodës së përdorimit. Të rinjët sidomos e përdorin bashkarisht një grup i tyre, kalon nga një dorë në dorën tjetër, me çka e rrit rrezikun për të infektuar me shumë sëmundje të tjera përmes pështymes. Ne e dimë që pështyma është njëri prej faktorëve që mundet njeriu me rreziku më shumë ti me sëmundje infektive, prej gripit e deri te tuberkulozi dhe shumë sëmundje të tjera. Kjo shprehi duket e parëndësishme, por pasojat e saj janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Përveç dëmtimit të shëndetit, mund të nxitë fëmijët edhe të kalojnë në përdorimin e substancave të tjera, deri tek substancat narkotike. Nëse kemi dikë që e përdor cigaren elektronike ose vepën, të flasim me të, ta vëdësojmë për dëmet që i shkakton, sepse të dashur shikues shëndeti nuk është trend. As nuk ka të bëjë me trendin, por është pasuri edhe është amanet të cilën duhet ta ruajmë me përkushtim.